Dorentina, ju keni 8 vite që keni investuar në këtë profesion. Ne do donim të ndalishim kryesisht tek shitja e banesave dhe dhënia me qira e tyre. Për shkak të eksperiencës që ju keni, a ka pasur ndryshim në shitblerjen e pronave dhe a ka një rënje apo një rritje të kërkesës për të blerë një shtëpi? Vazhdojmë të kemi një rritje të kërkesës, siç ka ndodhur edhe në vitet e fundit prej 2017-s e këtij tutje. Kërkesa vijon të jetë e lartë edhe pse ne kemi këto rritje çmimesh, megjithse unë do t'i kanalizoja pak në disa grupe këto rritje çmimesh. Për them grupe në rrethet të para, të dyta dhe të tretat të Tiranës. Sigurisht që këtë rritje më të madhe e kemi në zonat më top, që ka edhe një mungesë oferte, që do të thotë që këto zona nuk kanë numrin e duhur të banesave për të dhënë me qira, kështu që patjetër që çmimi rritet. Pastaj kemi zonat dytësore apo jo dytësore, do thoya zonat mesatare, siç është pjesa Unazës, që gjejmë vazhdimisht çmime me 500, 450 euro apo 600, varet nga tipologjia, varet nga investimi që ka apartamenti. Kush janë zakonisht ata që blejnë një shtëpi? Janë familjet e reja, studentët apo persona pak më të rritur? Faktikisht kemi gjithë tipologjinë e blerësave, duke filluar që tek investitorët, që tek të rinjët që duan të kenë një banesë të tyre për të jetuar, një familje që dëshiron të ketë më shumë se një banesë dhe tjetër për investim, siç e thashë kemi të gjitha tipologjitë. Për të blerë një shtëpi në Tiranë tashmë duhen 18 vite, jetë duke u rritur me 3 vite nga 2024. Çka ka sjellë që çmimet e apartamenteve në Tiranë të rriten ndjeshëm? A mendoni se kjo rritje është e qëndrueshme apo ekziston rreziku për një flusk imobiliare që dëmton blerësin dhe të ardhurat modeste? Unë mendoj që ne nuk kemi faktikisht një flusk klasike në Tiranë, duke qenë që kërkesat, siç e thashë më parë, ka pasur dhe vazhdon të ketë nga tipologji të ndryshme dhe kjo vjen edhe për faktorë të ndryshëm faktikisht, siç është rritja demografike në Tiranë, investimet që po bëhet, zhvillimi ekonomik apo zhvillimi në tërësi i vendit. Kështu që patjetër rritja ekziston dhe siç e thatë edhe juve përmendet statistikën për 20 vitesh që duhet të paktën njeriu të të ketë ardhur për të blerë një apartament. Është një njëjta shifër që është në Europë, është një njëjta shifër që është në të gjithë vendet e tjera të zhvilluara. Tregu i qirave apo të shkurtër ose ndryshe dhënia apartamenteve si Airbnb po rritet me shpejtësi. Disa agentë thonë se kjo zvoglon stokun e qirave afatgjatë dhe rrit çmimet për banorët vendas. Si e perceptoni ju këtë fenomen dhe çfarë ndikimi konkret ka te klientët që kërkojnë një shtëpi me qira? Unë mendoj që nuk është faktor kryesor, për vetë faktin që me një analizë shumë bazike dhe të thjeshtë, ti e kupton që këto apartamente apo këto njësi janë të vendosura në zonat qendrore ku edhe ka më tepër kërkesë. Pra, zonat që janë mesatare nuk janë të paprekshme nga pjesa e Airbnb-s, nga pjesa këtyre apartamenteve, sepse edhe turistët që është edhe marzhi kryesor që e përdor këtë lloj funksioni, sigurisht që zgjedhin zonat qendrore për qëndruar. Në zonat qendrore sigurisht që ka pasur ndikim, por nuk ka pasur aq ndikim sa të bëhet faktor në rritje. Rritjet janë, siç thash edhe më parë, është inflacioni, zhvillimi ekonomik, janë ndërtesat e reja, ndërtesat elitare, të gjitha këto. Si e parashikoni tregun imobiliar në Tiranë në 3 deri në 5 vitet e ardhshme? A besoni se politikat qeveritare, ligjet, lejet e ndërtimit, taksat mund të ndërhyjnë në mënyrë që të mbrojnë ata që kërkojnë një stret të sigurt dhe të përballueshme për vend? Mendoj që patjetër qeveria ka hapësirë për të rishikuar një tatim progresiv ndoshta për të gjithë qytetarët e Shqipërisë, qoftë ato me biznes dhe qoftë jo. Gjithashtu mendoj që duhet i vëhet tekst jo vetëm ndërtesave elitare që ne tashmë i kemi, megjithëse këtu duhet përmend që ekzistojnë ndërtimet e reja që janë në zonat si Oxhaku, që është kaq afër qendrës dhe ka të gjitha facilitetet dhe lehtësirat për një jetesë sa më komode. Pra ne kemi edhe aktualisht që flasim, pavarësisht që do ishte më mirë, patjetër që duhet bërë, ka shumë hapësirë për të bërë në të çështje. Mirëpo mendoj që ne edhe aktualisht kemi zona që janë mesatare edhe për popullsinë që ndoshta edhe më pak mesatares. Mendoj që blerësit kur i referohen rritjes së çmimeve, i referohen vetëm kur shohin çmime 6.000 euro, 5.000 euro, 4.000 euro, po janë zona top, siç është bloku, siç është qendra e Tiranës. Pra këto qendra janë në çdo vend të botës, si qendra që sigurisht jo gjithkush mund blej. Por ama kemi pjesë të tjera siç është pjesa e rrugës Kavajës, flas pjesa 21 dhjetorit, pjesa e Zberishtit, Fresku, Oxhaku, Alidemi, rruga Bardhyl që ti akoma gjen ndërtesa edhe banesa me një çmim mesatar që është shumë i përballueshëm.